Sa i takon deklaratës se zgjedhjet kanë qenë të lira dhe të ndershme, pa dyshim që e ndoqa këtë deklarat dhe dua të jem fare i drejt për drejt edhe për faktin se ky pohim është një prej tyre që të skandalizon. Këtë pohim, si shqiptarët janë dëshmitar, nuk ka guxuar ta thot as vetë Edi Rama. Nga kjo deklarat do të turpërohej, dhe këtë e kam bindje, edhe vetë Edi Rama, sepse është një deklarat që turpëron çdo që guxon ta thot. Komisionerja e zgjerimit mendoj se ka detyrimin të jetë e vërtet me qytetarët shqiptar. Ka detyrimin të njohë autoritetin e vëzhguesve të OSBE Odirit që nuk e thonë në asnjë gërm të raportit tyre ato që tha sot zonja Kos. Qytetarët shqiptar presin nga zyrtarët e Brukselit që të bëhen zëdhënës të standardeve dhe vlerave europiane. Për fat keq, me qëndrimin e saj sot, tërësisht të pavërtet në raport me zgjedhjet, komisionerja e zgjerimit u bë zëdhënëse e një qeverie të korruptuar, të lidhur ngushësisht me kartelet e drogës, të deformosh realitetin, të mohosh atë që OSBE Odiri e ka thënë e zeza mbi të bardhë, të dalësh në konkluzione të ndryshme nga ai që kanë dalë europarlamentarët që ishin vëzhgues në zgjedhjet e 11 majit, nënkupton që jo vetëm nuk ke respekt për veten, po ky është problem tjetër, po mbi gjitha që nuk ke asnjë fije respekti ndaj ndjeshmërisë të qytetarëve shqiptar. Në emër të Partisë Demokratike, unë ndjej keqardhje që zonja Kos u bë sot zëdhënëse e një qeverie të korruptuar dhe të lidhur me kartelet e drogës. Se çfarë e detyron që dalë jashtë rolit saj, jashtë vlerave dhe parimeve europiane, ju ftoj të pyesni zonjën Kos. Shqiptarët janë mësuar në fakt me deklarata të tilla, tërësisht të deformuara mbi realitetin që përjeton Shqipëria. Dhe në fund, unë e di çfarë e detyron komisionerin e zgjerimit që të shndërrohet në një zëdhënëse të së pavërtetës. Do të bëjmë gjithçka që ta mësojnë shqiptarët dhe vetë europianët shumë shpejt, po për sot po ndalem këtu.